Miq të gazetës në Fokus dhe televizionit Dugagjini, po rikthehemi me podcastin e javës. Sërish për zgjedhje, sërish për fushat elektorale, për ato që na sot po e dëgjojmë gjithandej Kosovës, e një përpjekje ndoshta për me ndryshu këtë gjendje, në të cilën kemi hyrë në helmin kolektiv, në ato që po mbillet tash e sa vite në Kosovë, ku nuk po dëgjojmë shumë ide, programe, e si duhet të zhvillohet Kosova, po ma shumë fyrje, sharje, ofendime, linçime. Kam kënaqësi me pas në studio një personalitet që është i dëshmuar se çysh duhet me bë biznes, se çysh duhet me u zhvillu sektori ekonomik, aja që është jetike për një shtet e për qytetarët e saj. Kam në studio Arben Gegen, ben mirë se erdhe për herë dytë në studiot e Infokusit. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Po duhet më dhënë vlerësime maksimale duke pa se çysh po keqësohet gjendja vit mas viti në Kosovë. Në këtë Kosovën tonë, ku shumica e njerëzve që pja dhon besimin na nuk din me një rezultat suksesit personal. Po, unë menoj që shoqënia jonë hala nuk është pjek me pa program të partive politike, po janë të lidhen mas liderit. Edhe këto janë pasojat që na jemi të i vujt, të u përballë çdo ditë kohëve të fundit që 6 vite, edhe më herët. Që nuk janë pak. Që nuk janë pak. Na e dim që Kosova është shpallë në 2008 si shteti i pavarur, ka qenë pavarësia mbikëqyrur, kanë qenë kompetencat kufizuar të njerëzve të qeverisë Kosovës. Mirë po 2008-2014 ka qenë një zhvillim shumë i hovshëm. 2017-2019 kem pa autostrada, kem pa spitale, kem pa rrugë, infrastrukturë, investimet kapitale, që secilin prej neve na kanë dhënë një motiv shtesë me u zhvillu sa më shumë, me bë biznis sa më shumë, me punu sa më shumë. Qa kem pa kohëve të fundit, edhe pse është propagandu gjatë fushatës sa lëvizjave vendose ka qenë në opozit, atë shumë kanë qenë premtimet, atë shumë kanë qenë kritikat që neve na kanë bë shumicën e njerëzve, jashtë shtytoj që i ka bë me besu që do të bëjnë ma mirë. Mirë po na e kem pa të kundërtën, e kem pa që mas 4 vjetë qeverisit plot me një fuqi më të madhe të mas luftës parlamentare, me dalë kryeministri pa një projekt me pas që me prezentu që e ka krye dhe pa një plan program, mirë po me sharje, me fyri. Na kem cekë edhe herën e kalune, mosh kam shqetëson, ma shumë është polarizimi i shoqënisë që ka shku në ekstrem, domthonjë që jemi të i pa dhe për ditë, nëse si je me vetëvendosjen me Albin Kurtin, ti je me listën sërbe, je kundra Kosovës. Që kjo është që ka na shqetëson ma shumë, edhe kapegjojnë motivin ata njerëz me ato fyrje, me ato linçime, që na jem një shtet demokratik, që shumë gjenerata kanë dhënë sakrificë për me kalu na që pluralizmin politik, edhe na jemi konë për lakmi, për Evropën, për botën, se çfarë zgjedhje demokratike, çfarë ndrimet pushteteve kemi bë në mënyrën më të mundshme demokratike, për cilën është dëshmitar edhe vetëvendosja, për një qeverisje 15 vjet mas luftës, e fitoi pushtetin, e banën pranim dorëzimin e detyrës pa asnjë ekses më të vogël. Mirë po këta kanë problem me veten kanjëherë, jo kanjëherë, po unë menoj se shpesh, konë rasti ma interesant kur ministra e drejtësisë, vetë ministra dhe del me protestu para ministrisë drejtësisë. Për mu këta njerëz nuk kanë koncept zhvillimit vendit. Beno është ju diskutu shumë, për një me është shqetësu se kjo që te e sheh, që është me në lëvizjes vetëvendosje, ku është zërëll mi gjetë një grup të vogël njerëzish që ti janë njeh historinë e suksesit. Edhe ki krejtësisht jashtë sistemin, ndoshta njerëz që kanë dëshmi prej kohës luftës e çlirimit të këtij vendi, që kanë lënë gjymtyr për këtë Kosovë, këtë liri që e gëzojnë ana. Unë i quaj hero ata njerëz që për një me gjithë vështirësitë e kësaj Kosove kanë mërri me dalë më zhvillu, me pasod një imazh tjetër të Kosovës, sidomos bizneset që na shpesh herë thojna, ndoshta shteti, mekanizmat e shtetit nuk kanë mujt me përcjell zhvillimin, se në kat aft shqiptarët e Kosovës me zhvillu bizneset lloj-llojshme edhe me pas sukses. Që sheshto dhe që më intereson më shumë të është që ky motivi për me hinë zgjedhje. Një profil si ju, që e ka një biznes suksesshëm, që
e kam rri me krijuar për këto vite të çlirimit, si themi, një standard mirë të jetesës, një numër të madh punëtorëve, një kompani e cila zhvillohet jashtëzakonisht mirë, e që e kam thënë edhe në të kaluarën që nuk e ka asnjë, si themi, asnjë grith që u përmend ndonjëherë për skandale, afera korruptive, gjëra tjera. Ku është ky motivi që, okej, ti e lën pak kesh kompaninë, i lën kesh bizneset e tua dhe ti duhesh me hyj me u marr me politikë, pikërisht në çet kohë ku për një është bën helmuse gjuha politike që ka depërtuar edhe në shoqëri, një pjesë të shoqërisë. Po, ki shumë drejt. Sa i përket personale edhe për familjen, unë i kam punë mirë. Në 2014 veç kom marrë një herë një tender 30.000 euro për shtetit, mo me shtet s'kam punu kurrë. Domthonë kem punu me biznes ndërtimit, edhe sa i përket të ardhurave për familje, jam në rregull, po kur të shohish ata njerëz kur ka qenë thirrja e dheut për me u shliru, kanë lënë edhe Amerikën, edhe Zvicrën, edhe kushtet më të mira, edhe bizneset, edhe kanë ardhur rreshtu për me shliru vendin. Edhe unë pak a shumë që tash e shoh që ashtu gjendjen e Kosovës, që na ashta pa vedi jemi të urshit me një sistem tjetër, jashtë kapitalizmit, me një sistem autoritar, një liderit, domethënë një liderit suprem. Unë besoj që edhe shumica njerëzve që janë në vetvendosje nuk e kanë idenë se çka janë të bë. Domethënë ju ka hub topi që thojmë të na. Edhe çat shumë janë dhënën mas liderit tynve dhe e kanë humbur arsyen karshi zhvillimit vendit se çka duhet. Sektori privat është motori çdo vendi. E zhvillon çdo vend. Ne nuk kemi nevojë për më bë shumë të meçë me shohim Bashkimin Evropian, sidomos Gjermani, Zvicër, se sa përkrahen bizneset. E kemi pa kohën e pandemisë, kur bizneset kanë pas krizë, shteti Gjerman ka investuar miliarda euro në sektorin privat, tu ju dhonë punë, rrugë, kanë pas rastet e gastronomia, kur i ka subvencionu mi ndru pajisjet, veç me qarkullu parja edhe me u punu në atë vend. Të na çka shohim, del kryeministri, del ministri i financave, krekosët mburret me të hyrat prej doganës, me të hyrat prej TVSH-s, mirë po bizneset kanë përkraje zero, përkundrazi jemi të linçuar si kriminala, bota e krimit, mafia, oligarkat, sa që kanë shku në ato që edhe punëtorët tonë mund na urrejt. Domthonë edhe punëtorët që marrin rroga prej neve, na shohin neve që na jem të fitu shumë prej tynve. Kërkush nuk ballafaqohet me stresin ton, me angazhimin ton që ndodh 24 orë me qenë aktiv, tu e nis një punë prej më të voglës edhe deri në finalizim, për shembull te ndërtimi na nuk kanë që e blejmë nisan edhe e shesim çaty. Ki punë 5 vjet, 7 vjet, 10 vjet me atë punë. Domthonë ka ndodhur me prit 4 vjet e gjys një leje ndërtimit. Edhe 4 vjet 5 me u marru, pi shkon ti 10 vjet më marr me një projekt, është goxha stresuese, mirë po tjerë të shohin që ti je tu vjedh. Çka je tu bë vëlla? Krejt aparaturën shtetërore në dorë, me administratë tatimore, me dogan, me polici, me krime ekonomike, edhe ti del prapë i akuzon njerëz që po keq përdorin. Ti çka je tu bë? Gati 6 vjet pushtetit. 6 vjet pushtetit. Ti çka je tu bë? Hajde këshyri, letrat janë transparente, deklarimet, pagesat, TVSH, ato tjerat, komplet e ki kontrollin. Përgjithësimi be nuk kanë shumë i rrezikshëm, edhe kryekëshyr sa paradoksale është, për shkak kërkon në asnjë popull tjetër ti nuk e ki që punëtori e shon edhe urren punëdhënësin. Prej atij të cilin e siguron mbijetesën edhe ndoshta standardin e vet të jetës. Që kjo nuk është virtyti shqiptarëve, për shkak se shqiptarët tonë në Gjermani bilin na shpeshherë bojnë majgare, atje secili që të vjen këtu thotë më don shefi, apo kanë një farë vlerësimi pavarësisht që ka shefin gjerman, po që kjo është mbjell gjatë. Më kujtoja deklarata e Albinit kur thoi që këta që kanë pare mas lufte janë ka pak dallavergji. Që kjo përgjithësimi nuk e di a kem rri me kuptu ku do me çu këtë. Nëse nuk po bëj kanë bizneset e përmendën shumë mirë, që ti po mburrësh me shtetin e man parja sektori privat. Sektori privat, se nuk gjeneron nuk prodha parë shteti. Pri ka bërën që kjo. Apo a ke po tendencë që dojnë me ndru bizneset, dojnë me pas bizneset kapne, dojnë me pas bizneset të nënshtrune, a definitivisht po dojnë me pru Kosovën në një nivel ku mahat paka shumë me... Në takime private, kryeministri Kurti ka thonë, ani, se s'ka gale se do shuhen, do ngritën, do bizneset, qëllimi tina është
ata janë të bindur që kretë bizniset që kanë punu deri në 2017 prej mas luftës, deri në 2019 kur kanë ardhur këta në pushtet janë të kriminalizuar. Domethënë çashtu edhe kanë bërë interpretimin të njerëz. Këta janë njerëz që kur puna marrës ju ka thonë kërkush. Nuk kanë kulturë të punës. Këta njerëz nuk mundin me marrë me mend që një njeri çohet mëngjes, kem kompani Suarekës, po flas për vendit ka vi, kam kompani multimilionshë që e ka nis me një prodhim të pijeve me një traktor, me një rimorkjo traktorit mi shpërnda dhe sot eksporton në mbi 50 vendet botës. Këta nuk mujnë me marrë me mend qatë sen. Se s'kanë punu vetë, nuk e kanë provu 27 deputetin ka për herë të parë kanë marrë rroga që kanë qenë llogari bankare. Në gjenerata tonë jemi mirënjohës familjeve që na kanë dhënë kulturë të punës. Kem punu bujqësi, kem punu blegtori, mirë po s'ki pas koti me flajt gjithë ditën. E çajo kultura neve na marrin kultura punës që e dim që duhet me punu për me pas tarna. Këta e kanë konceptin, për mua kanë konceptin krejt tjetër. Edhe ajo që kam shqetëson tash më shumë te gjenerata të reja që kanë hub, nuk kanë motiv të punës. Domthon produktiviteti i punës te na, para 3 javë keni raportin e organizatës ndërkombëtare, një punëtor në Gjermani punon sa 3 në Kosovë. Vërtet. Domthon ja kanë hub motivin njerëzve, edhe i kanë bind që nuk i nevojë me punu shumë sa shefi është të keq përdor. Paramendoj. Domthon çaq fell ka. Unë përmeni shpesh të më kërkon në Evropë nuk i, ku njeri punon gjithë ditën, i thu ku e ka, jam kon në punë, të edhin që kam pas shumë vizita familjarë të mi këtë në Gjermani, kur vishin ata u çuditëshin. Si thesha pishin ishta njerëz në për kafe, restorante deri në 2-3 natës, po shta kanë punu gjithë ditën dhe kënë është të pëmëshme. Se ti nuk mundesh me punu 8 orë punë kërkon në Evropë, edhe më shumë me shku një dasëm dikon me këcy vallën dhe i ka ora 2-3 natës. Po që aty shihet se sa u lodha njëri për me punu. Edhe tjetra është të na kemë probleme dhe të zbatimi kontratës të punës. Domthon ti si punëdhënës nuk i ku çfarë drejte të punëtori. Domthon kanë me dalë 15 vetë nesër me punu, dalin 5. Dikush nuk je arsyetim. Ishte javim smon dikush për familjet. Ose jem kondarsum prom ose diçka të ngjashme kështu. Nëse i kthemi kësaj që apo e shohmi këto ditë e para të fushatës. Për me dalë mandete fusha që jeni specializuar si inxhinier. Qysh po do këtë disponimi të qytetarët? Nuk ka ndonjë farë, s'po di, nuk ka intensitet fushatës të asnjë parti politike, për shkak që kanë 4 parë zgjedhje dhe 5 parë me balotazh. Mirë po njerëz shumica janë përcaktuar. Unë shoh ka me pas ndryshim të mirë për të mirën e Kosovës, sidomos te Partia Demokratike me njerëz që kanë bjen me i taku, që takohem çdo ditë, takime private, edhe janë lodh shumë njerëz me gjendjen që është. Domethënë, nuk ka, i kem 6 vjet pushtet, ose merre 4 vjet plota, ju i keni pa edhe ju raportet, domethënë janë 20 miliardë euro që janë shpenzu prej 2020-s, edhe nuk din as kryeministër, as ministër me tregu një projekt që është bë. Domethënë edhe na e kam përmend edhe me një emision tjetër, ishna kon goxha i lumtur i kënaqur me pas me thonë që po e ka bë ç't punë. Na nuk dim, përveç ndihmave sociale që u ka dhënë njerëzve, që na nuk jem kundra, po për mua është shumë më mirë 5%, 3%, 4% me arrit rrogën njeriut, po me marraj 12 muaj e jo 100 euro me i marr një herë në vjet ose me prit kur ka zgjedhje. Që kjo është shqetësuese për neve, edhe kjo gjendje duhet më ndryshu, se për ndryshe na jem të shku për ditë e man kollaps, bizneset private, sektori privat, njerëz profesionistë janë të shkelun më shumë se kurrë. Domethënë i ki mbi 200 milion euro të bllokuar në thesar që bizneset kanë kry punë vitin e kaluar edhe nuk i kanë marrë pagesat hala. Paramendoj. Domethënë e ki raportin e pranimit teknik në 24 dhjetor, 20 dhjetor edhe nuk i ka marrë pagesat kompania hala. Shumë kompani, çka kem na koleg, që punojnë me tendera, janë detyruar me reduktu numrin e punëtorëve, me shit makinerin për minajt karshi obligimeve që kanë hyrë. Se nëse ai zotnia ka kry vitin e kaluar një punë 1 milion, 2 milion euro, edhe nuk i ka marrë parët, qysh me mbjetu? Sa i ka hinë obligime, ka hinë kredi, ka ble materialin. Edhe ka që po i prishin edhe raportet me kompanit jashtme, Shteti bërshli i keq.
shteti po zhli i keq. Për shembull, nëse një kompani ka pas me ndërtu një stadium, ai patjetër duhet me ble mu furnizu edhe prej Evropës diçka. Edhe bën një kontratë, ja lëshon një 30% avans, e porosit materialin, edhe tash bllokohet se si ka parë të tjera. Domthon bizneset e Kosovës. A kontrata mandej ka penallti, ka kontrata ka penallti, po bizneset e Kosovës pe hupin këtë rast edhe seriozitetin karshi bashkëpunëtorëve evropian. Për bashkëpunim të matutjeshëm se po del jo serioz. Edhe tini biznesit në Evropë nuk mundesh me bind që mua shtetis mi kalshu parët. Se s'ka logjik, domthon ti e ki kry punën shtetis ti kalshu parët. E që kjo është ndodhë të na. Ben, a ka që kjo qeveri, se tash qeveri në detyrë. A ka njerëz taft që mund me ndryshu që gjendje? A mundna me thonë që okej, përpara opozita, partitë opozitare kanë qujt amatera, praktikanta, gjona tilla. A she reflektim që mund ndru që kjo gjendje me qëtë rezultat ose me qëta njerëz që na i kemi po e që janë dej sot në pushtet? Po tash, më konë me zbatu ata shka menojnë, me menu me menet vetë, unë besoj që ka dhe në lëvizjen vetëvendosje njerëz të mençur edhe të mirë. Okay. Për shembull, ki ministrin e financave, ai në ekonominë e vet është kapitalist. Se del që ka investu në Tesla, ai nuk vjen më na kallëzu neve se çysh duhet me investu në për aksione, në për kompani të ndryshme, po vjen e lun socialistin këtu të flet për barazi sociale. Po ti aty e sheh ai që nuk ka tu fol me kryt vet. Është tu fol urdhrat se çka i ka marr. Konceptin e partisë me zbatu edhe të liderit tynve. Për ndryshe ai pedin vetë që ko ka mirë me qenë kapitalist, me investu, me ble aksione dhe me pas të arna vjetore. E pse na populli jonë po duka më konë stres sociale, mi marr 100 euro, ka na qonë që kjo punë. Nëse harra dhe ato që në një moment është mburr me rritjen e numrit të rasteve ose familjet që në shtu numri për asistencë sociale. Ato familjet e cenushme, kur e qetë status të pej 70.000-ve, tash arretëm në 90 diçka mi. Do më është një farë mburrje për një, si më thonë, një mjerim... Mburrje me budallaki. Kjo është mburrje me budallaki, se kjo ka shkaktu tash edhe te natë sektori privat, kem punëtor që i për mi marrë 90 euro, 100 euro të socialit, a e ndërprejnë kontratën e punës. Dhe më thënë, i hup rogën në 700 euro, 500 euro, rogë të regullt, për mi marrë që ato social. Dhe më thënë, këta kanë shkaktu qasi loj budallakie të vetën, që të njerëz kanë ndiku ajo me kriju përtaci ma shumë, me kriju demeli ma shumë, që mu mësu njerëz që shteti po jep ka dhe pa punu. Që kjo nuk u konë, të na nuk u konë, konceptin tonë të shtetit nuk u konë, që kjo pa punu me marrë pare. E përmeni kryeministrit vetmin projekt që ju kujtu që aty, tha e kena një kompani e cila është shumë e madhe investitori jashtëm për 100 megawatt parkun solar të kjo kompania që bo. Edhe rezultaj që aty përveç që ju gjitë një tabel që njëfta që kanë më bo punime, aty as një temel, as një guri. Që thujmë na nuk është vendos, ma dje tash po dalin informatat që edhe ata dy partnerët tashmojën kanë probleme me veti dhe gjosat janë që nuk fillojnë heshaj prej. Po ndëgjohë, unë nuk e di e pashë edhe deklaratën e tina edhe po realitetin të rejnë. Tani theke nuk jemi në këtu me përmen kush ka ardhë si investitor. Ato e përmeni tani tjertë... Po dhe ajo ke e dështume, dhe më thënë e pa fillume. E kem rastin para një jave ka qenë Suarek, kryeministri me ministrin e transportit, edhe që aty ta le përshtypjen që kryeministri ide nuk e ka se shka u të ndodhë në këtë vend, edhe ta kryon përshtypjen që as gjeografinë e vendit nuk e din, edhe deklaratën tha autostrada Ibrahim Rugova e kalon Suarekën të izolune. Ose dush më koni pite ose jo normal, se ti ki dal midis Suarekës ki dal, përmes Suarekës ki dal pe autostradës, edhe ki hetë 7 km 8 me shkun mushtisht. Edhe po thu Suarekën e kalon që autostrada i bjen përmesit Suarekës, që na si Suareka kem po harin shumë autostradës, se ajo rruga Suarek-Rështan është bo zonë industriale komplet, e kem zonën industriale në Qirok që edhe ajo përmes bypassit lidhet me autostradë, edhe ai thot e kalon të izolume. Del ministri i transportit thot kryeministri në Suarek janë investu 13 milion euro, po realista 2 milion janë realizu edhe tjerat janë realizime sipër. Unë veç për du mi të regu edhe ministrit transportit edhe juve këtu, për shembull e kem një kontrat kur është bë punë për zbatimin e projektit hollësishëm zbatues kryesor të tërësisë hapësinore arkitekturës dhe inxhinierisë për ndërtimin e stadiumit të ri në Suarek, në përputhje me kategorinë 2, plus rregullore udhëzime teknike me infrastrukturë stadiumeve të miratuara nga Unioni Evropian i Futbollit i UEFA-s. Kontrata njoftimi i përdhënie është me 8 gusht 2025,
2025 e Po. ndosh, po. Edhe që kjo është gjendja në teren. Këta e kanë fillu një projekt edhe nuk kanë apliku për leje në komunë hiç, kanë fillu me hek dhe, E për çto fol ka ditë për ministri? çto folke, kjo kontrata është 10 milion euro. Okej. Edhe që një 6 muaj nuk është u punu aty hiç. Domethënë çeku e ki këto kur e kanë Po, e bo kanë për... për urimin gur themelin, edhe që 6 muaj nuk është u punu. Tash në bazë të ligjit prokurimit 30% e mjeteve duhet më lëshu me njerë. Unë nuk e di, ata tani e këshyrin, a i kanë lëshu pagesë, ata nuk i kanë lëshu, që kjo është realiteti për mi studentçan, stadiumi i qytetit Suarikës që duhet më bo. Domethënë nuk është u punu kur gjo, kanë fillu punimet, pa apliku për leje, edhe tash janë të pezullu në punimet. Tjetra është rruga për Dëlloc. Po, Është kontrate në nënshkruar në 2024, 4 milion euro. okej. Edhe e ki qështu gjendje. Është e njëjta që shka qenë, kanë punu një javë, sa kom unë informacion, Pej 2024. prej 2024. Edhe nuk është u punu kur gjo, nuk ka tashma as mjetët, nuk janë kompania i ka hek, sa e di une për mungesë mjetët financiare që i qeveria nuk i ka lëshu, realisht kjo e ka 36 muaj, nëse 225 ditë e ka Po, afatin për me realizu punimet. Edhe kjo a ditë që ke kryeministri për me përuru atë rrugën për Shtërpës, është që kjo gjendja aty, do më nuk ka pas bagjerë, sa kom informacion, më si kam shku me bo fotografi në gjendje, e di që i kanë qitë tani bagjerat për me nisë me punu prap, për ndryshe aty veç një parking e kanë prish, po ke kanë rafshu do zalë sa me qitë bagjerin. Që tri projekte i përmeni kryeministri dhe ministri atë ditë, asë për tyne alas nuk ka fillu? Jo. Janë të fillune, stadiumi është i fillune, është hek dhe edhe është i pezullun që 6 muaj. Që 6 vjetë është Realisht në ai Gjilan, 225 ditë ose 36 muaj nëse s'gaboj, ka pas më realizu, veç ka kalu një vjetë e gjysë nuk është punu kur gjo, njëjtë është rruga për Dëlloc. Edhe vjen kryeministri na thot në Greqevc, pe lidhim Suarikën me shtimin, Suarika gjithë ukon e lidhe me shtimin. Përveç rrugës kryesore që është magistralja Prishtinë-Prizren, është edhe rruga prej Ezercit ka Budakova dhe Mollopol që dalish, mirë është me bo rrugë tjera. po, A mo ti pe kritikojsh një autostradë që ke që për autostradën. pe shfrytëzojmë, e ti që thojnë Suareka o birë zeza krye që të Gjilanit, Po. e krye rrugën për Dugagjin që sa e ki nis, e po flet për një autostradë tre që e lidh Dulën me Banull, ku e merë më bo ajo punë. Po na nuk po shohim që atë sen që mund është me bo. Për mu, unë e kam përshtypjen që këta nuk janë në gjendje një projekt me kry. A nuk po din, a nuk po dojnë me? Nuk din, po problemin ma të madhe kanë edhe nuk dojnë më mësu. Se na edhe në kompani private, ti e din që i qojnë punëtorë na për trajnime në ku. Nuk është marrë me shku me vetë dikan. E ki Agim Aliu në Ferizaj shko merë zanat, pak se qysh menagjohet parja publike dhe qysh zhvillohen projektet. Domethënë nëse e sheh një komunë realizon projekte më shumë se krejt qeveria. Çka janë të bëjë këta vëlla? Del ministri i transportit më herët, azavens ministër çka ka qenë, thotë mos më pyetni për autostradë Gjilani. Kon me pyet. Kon me pyet. Këta edhe në punë, edhe në ligje, çka kanë ngec mbrapa. E din ministrin, kryeministrin tash në detyrë sa propaganda u bë për reforma në arsim, për reforma në shëndetësi. Çka kanë bë? Cilin ligje kanë bë për arsim? A din sa ka nevojë Kosova sot për me pas ligjin e arsimit të reformuar me e bë shkollën duale, që thash më herët kultura punës që na mungon. Shkolla duale që e ka Bashkimi Evropian, i kem në ato afërmit tonë, që në shkollë të mesme shkon një ditë në shkollë ose 2 ditë, 3 ditë në punë. Edhe një njeri 13 vjet, 14 vjet ai mësohet me punu 3 ditë me marr rrobë. Kulturën e punës. Ai e merr kulturën e punës, ja lehtëson vetit financiarisht, ja lehtëson prindve vet financiarisht. Pse na mos me pas çet sa? Këta tanë kuën, po pse se kanë bo ata, po ata tjerët i kanë pas do punë tjera mi bo? Prej mas luftës, prej 2008-ës, prej pavarësisë Kosovës, i ki 20 miliard deri në vitin 2019 parafërsisht. Për 16 vjetë. Për 16 vjetë i ki 20 miliard. Po ti ki autostradë, ki aeroport, ki spitale, ki rrugë, ki shkolla, a din ma çfarë gjendje na imi konë mas luftës pa shkolla, pa kur gjojnë? Na pi prekim që ato, pi shkelim, pi shfrytëzojmë. E tash janë harxhu 20 miliard, na nuk pedim një projekt tonin çka me bo. Ku janë çato pare? Çka është bo me çato pare? Ben, që është dash me bon është t'i kthejmi pak njerës në kuvend, një deputet, ose qysh është vetën nese me përformu nëse e merë besimin e qytetarëve kësaj here për me bon deputet i kuvendit Kosovës. Unë jam i bindën që do të më rrinj aty. Unë jam kritik edhe ndaj opozitës, se unë menoj që kjo gjendje ose që kjo
keq qeverisje, e çdo dështime nuk ish dashur me ndodh nëse kishim pas një opozitë të fuqishme. Edhe unë pajtohem, opozita duhet me qenë zë më i fuqishëm. Unë personalisht po flas për veti, kam më mundu me qenë zë shumë i fuqishëm në fushën çka unë kam njohuri. Okay. Te sektori privat, te thjeshtësimi i procedurave, te digitalizimi i shkollave, te digitalizimi i komunave, përkraja e odës të inxhinierave, të arkitektave, gjeodetëve, shumë punë na presin, shumë punë ka në këtë vend me u bë, pa u marrë vesh shumë. Nuk ka nevojë me marrë tupanin e bona çeton. A ki pa sa banale del ministri e ka taku zavendës ministri. A dha deklarat publike. Ministria e transfereve thot mas nesër kanë mulshu pensionet. Tani të mas nesër thot ulshuën pensionet. Po gjallëve janë lshu pensionet? Çka ki punë tjetër o vëlla? Si me thonë mësuesi kesh në shkollë, dhash mësimi majta 4 orë. Domthon këta nuk kanë punë tjetër çka me bë, del thot deklarata ministri u taku me zavendës ministrin, zavendës ministri u njoft me stafin e ministrisë. Marana zyreve. Çka me bë me këta? Ku me shku me këta njerëz? Çka mujnë me bë këta njerëz? Për ato kam qenë zonë shumë i fuqishëm në parlament, kritik qoftë edhe i partisë tonë, nëse edhe PDK-ja ka me formu qeverinë, kam qenë zonë i fuqishëm për prodhimet ligjeve të reja, për mi shtyp proceset sa i përket sektorit privat përpara. Me thjeshtësu procedurat leje ndërtimore, qëre një unaze Prishtinës se sa vjetë son shtu u bo. Sektori privat ka hetë shumë para sektorit publik. Shumë vërtet. Domthon sektori publik nuk ka mujtë më na përcjell me infrastrukturë ligjore, rrugore, janë ndërtu objektet. Tani thojnë është bo 4 ur. Jo, zotnia ka marrë lejen me kushtet që ti ki caktu. Saktë, vërtet. Ti si ki përcjell me rrugë. Na detyrohemi shpesh me bo kanalizim, u i sjellës me i bo vetë. Përveç rrymën që e paguajmë edhe taksën e pëlqimit energjetik që e marrim, edhe kanalizim edhe ujë. Pavarësisht që e paguajsh ti taksën e infrastrukturës kur ta merr lejen, vonesa e komunës, e rregullave, e buxhetit e krejt ty detyron me bo edhe rrugën vetë. Domthon shteti është shumë kadale tu punu. Edhe zhvillimi i vendit bëhet prej zhvillimit lokal. Shumë vërtet. Nëse zhvillimi lokal hec me hap, ti e ki qeverinë, kogja mirë shtetin e ki, kogja mirë zhvilluar. Bene përmenëm edhe një faktor, ato që ka është ty ndodhë, që është, unë e menaj që është, si me thonë, edhe për zhvillim ekonomik, edhe për ngritjet mirëqenies, edhe për një shtet, fatkeqësia më e madhe është që ky numër i madh i njerëzve që po na ikin për Kosovë. Se ti e din që fuqia punëtore është shtylla kryesore e zhvillimit të një vendit. E përmenëm, je i shqetësuar me këtë gjendje. Rreth 40.000 qytetarë e nshojnë Kosovën për çdo vjet. Në një qëtë vend ku secili nuk ka prit as mu hjek minat e mu pastru terrenin në Kosovë, o konë çudia më e madhe që kemi çudit këtë Evropën e botën, që në konë gjendje qytetarët me u kthy edhe me flajt në për ato shatorat e ndihma humanitare, sot peshohëm me këto mundësi, këtë liri që e kena, 40.000 vetë në vjet po ikin prej Kosovë. Kam një kolegë që ka punu me rritë Kosovën, kur e kanë bërë një hulumtim të ikjes trurit, se qysh me ndalë. E kanë qujtë si projekt ikja e trurit e gjeneratave të shkollume, doktor, mjek, inxhiniera. Kjo fatkeqësia. Edhe raporti është në zyret kryeministrit e në ministrit që pejt 2019-ës. Kush është marrë me atë punë, se çka duhet me zhvillu, çka duhet me bë për monal të rritë. Na e dim që njerëz në krejt botën emigrojnë. Po, vërtet. Për arsye të caktuara. Po të na arsyeja kryesore është që s'ka punë, nuk ka të ardhme të sigurt. Nuk ka qyre tash e bonën këtë ligjin për sigurim, projekt ligjin për sigurime shëndetësore. Treta herë është që u të boja. Bash. Për me bo atë ligjin duhen edhe një 100 ligje tjera, ka pak më projekt do më bo të reja për me arë në zbatim ligji për sigurime shëndetësore. Po kjo qeveri, na jem dëshmitar që tu, nuk dim që ka bo diçka për me bin një tri me nejtë që tu. Dëmën, pe kry njëri fakultetin, edhe ka i shkreti ose me punu ndërtimtari, ose me punu kamarie. Nuk është që është tu përkra profesionalizmit e na. Edhe një kohë kje shumë e mire, kur njerëz ma shumë insistonin me hinë punë në sektorin privat, se sa në sektor të shtetit. Këta prape këthynë që ato të mas luftës që gjithçysh me hinë në sektor të shtetit, se s'ka siguri sektorin privat. Uan, koj ka dit një intervistë të kryeministit që nuk po gjon profesionistat mirë me bojnë inspektor të punës, para mendoj. Si me ka në pozitë. Kjo është ofendim. Kjo është fyrje për krejt gjenerata tona që kanë kry fakultetet ndërtimtarisë të makinerisë. Po na i merr privati, tha.
Ata që po janë të studentat mirë, ata që po janë të përgatitur mirë, ta po na i marrin privat. Pa atëherë bën diçka ti. Domethënë duhet më shiqua edhe ligji i rrogave, nëse një njeri ti të vyn me qenë eksperti nuk mundesh me lënë me një koeficient të një zyrtarit thjesht ato, nëse ai ka përgjegjësi. Qëre tash jemi ballafaqu kohëve të fundit e keni pa edhe ju përmes mediave inspektimet në punishte. Po. Edhe kërkon inspektoriati, një prej pikave për përmendje, licencimi me pas licencë kranisti, vinqeri që. A din që në Kosovë nuk ka shkollë, nuk ka institut që i trajnon çat. Ku me marrë? Ku me marrë. Domthon ti ki mbi 3000 krana në Kosovë. Okej. Edhe kranista që s'ki ku mi licencu. Wow. Domthon duhet më shku ose në Malzi ose në Shqipëri, me krya i trajnimin 3 javë, 5 javë, se sa i thojnë, edhe me ardhi licencu. Pse pe kërkon një san që s'din me bo? Po dhe? Domthon këta Shteti është dash me kriju kushtet për me për ato kërku dhe- mandej një... nuk ka që s'ka në Kosovë ekspert asaj punë. Po. Po ti dush me adhon mundësin. Oj, kem prape përmeni zyrën e inxhinierave. Hajde thirrin takim si kryeministër, a ki A marrë ka thirr iniciativë. ndonjëherë Jo, kur. Bena, ka pas ndonjëherë ndaj konsultim Jo. ndaj për Me institucionin. Ministrinë e Ambientit e Kompohu da inxhinierëve që i kanë pas do takime kohëve të fundit, sidomos të zbatimi tash për shkak që ndodhen shumë raste tragjike na për punishte, e di që kanë ndërmarrë masa pak ma tepër, ama nuk pe përcjell ti me infrastrukturë tonë. Unë e kom përmend edhe misione tjera, mos na ndëshko veç neve si kompani, po le të ka përgjegjësi edhe punëtori. Sa? Domthon vjen inspektorin punishte, ta gjan punëtorin pa helmet, kompania dënohet. Ish dashtë edhe, po. Po adin ti kem pak përgjegjësitë të barabarta. Bena, të ka ndodhur ndonjë incident në për vend punishtet? Jo, ka pas lëndime të lehta, po jo, fatmirësisht jo. Na ja paguajmë edhe sigurimin jetësor Po, punëtorëve, nuk jam nalim parët, po ja paguajmë edhe sigurimin jetësor për siguritë tone. qërë për kompani edhe për kompani edhe njerëz të përgjegjshëm që udhëheqin këto kompani, kjo është e mirë, se si më thonë kur një rregull vlen për gjitha, atëherë është edhe gara e barabartë. Po ka herë në këto situata me kanë veç ti përgjegjshëm, nashta me respektu këtë që tu konkurrenca që mundet me gra kështu në mënyrë kaubojski, atëherë është shumë ma e favorizuar se ka mundësi edhe profite shumë më të mëdha. Po tash qyre që sa vjetë, që 60 po flasim, ose edhe para qeverisë Kurti, numri inspektorëve ka qenë shumë i vogël. Po, Edhe ama unë kjo ka mendoj pas që premtim elektoral. Dikush ka duhet me i këqyrbe këto punë, nuk mundet si në 2008-ën, si 2026-ën me pas numrin e njëjtë inspektorëve, kur ti e ki për shembull sektorin në ndërtimit që tash ma të zhvillunin në Kosovë. Shumë e vërtet, Domthon ti dush mi kushtu rëndësi që ati sektorit që ka nevojë. shumë e vërtet. Nuk mundesh gjatë tu ku ka të besi qyqja ata çka me bo ata. Kush po të nalë ty 6 vjet me bo diçka. Është e thjesht ajo me hap konkurs, me thirr eksperta, me thirr konsultime, me rrit numrin për çat fushën e caktuar. Mandej e kom përmend edhe më herët, nuk mundet një komunë, për shembull si Suareka në këtë rast, mu krahasu me një komunë si Dragashi ose si Kamenica, pe marr shembull që komuna Suarekës që tash është prej komunave më të zhvilluara, ka shi numrit banorëve që kanë me komuna tjera që janë. Ki biznise prej më të ndryshëm, ki dy zona, domthon zona industriale, ashtu u bë zona tjetër. Duhet me pas një prioritet ajo komunë. Mi pa hyrat sa i ka. Inkasimet sa i ka prej taksave, prej lejeve ndërtimore, për shembull, komuna Suarekës e ka kalu 1 milionçin 2024 për këtë punë me taksat lejes. Tash s'mundesh me trajtu si ato si një komunë tjetër. Domthon këta nuk as ide nuk e ka më marr me ç't punë. Qa probleme kanë pas edhe komunat, para mendoj. Po. Domethënë kemi pa që një 5 vite ballafaqim të mekanizmat të shtetit, të u ballafaqu me njëri tjetrin, si më thonë pushteti lokal me pushtetin qendror. Qysh është gjendja në përgjithësi e bizneseve ben? A është, si më thonë, a janë qëto shqetësime të pjesa më e madhe e bizneseve, a ka është një pjesë tjetër që për një me është të lullzu, ose ata që për i përmend që është fatkeqësi për ekonominë e një venit, që thotë këshira profitin kompanive kur më të madh sot se kanë pas. Dhe këtu shtoj inflacionin, shto për cilat kompani mandej po flet që kanë pas qatë fluk të madh të deklarimit të fitimet, që janë kryesisht biznese që janë tregtie të nxjerrin veç pare kapital për i venit e jo nuk gjenerojnë, si me thonë, një ekonomi të mirëfillte, një prodhim. Po ide nuk e ka kryeministri as çka është kosto e ndërtimit, për shembull, po flas për ndërtim. Edhe
të shet që peshet në është tani banes 1200, 1300, me krahasu që është shit 800, 750, 800, pa i nuk e ka idenë që ajo kosto është rrit. Po dhe, sa kanë fluturuar çmimet Pse na kem rri me te çaj çmimi, ai nuk e ka idenë pse sa i menon krejt që na i kem fitim çato. Unë shoh sektorin privat në krizë shumë të madhe. Okej. Përveç kompanive të ndërtimit që është ngjall pasiguri shumë e madhe. Për shembull vit pasiguri shumë e madhe. Te diaspora, moment që s'ka institucione, ata hezitojnë me investu në Kosovë. Për investitorët jashtë mos flasëm hiç. Për investorët jashtë më hiç se hiç, po këta që kanë ble kapital patundshmëri, moment që për shembull vitin e kaluar s'pat tan vitin institucione, s'pat parlament, s'pat qeveri. Prapë po na përcjellin njëjti sen tash, unë shoh shumë në krizë sektorin privat. Është mungesë i qarkullimit, llogarit 200 milion euro sa ndikojnë në Kosovë. Na jemi vend i vogël. Ti 200 milion euro i kit bllokuar në thesar. Paramendoj. Domthon kompania detyrohet përmes përmbarimit, sa ngulfat qarkullimin manej përmes përmbarimit mi nxjerr pagesat prej shtetit. E pa kryetarin e Prizrenit 17 milion euro që ja ka marrë përmbaruesi gjatë vitit 2025. Se nuk e lëshojnë buxhetin. Tani çaq fell hin këta, ministri i financave e obligon atë zyrtarin e pagesave, komunat që qeverisën prej lëvizjet vetvendose mos mi ekzekutu pagesat përmbarimore. Veç pagesat e tjerëve, domthon te komunat ku s'është vetvendosja. Absurditet. Domthon merren me sane shumë banale dhe hala nuk po mrrin më ushliru pe asaj që i ka kapa imam këthi ndaj sektorit privat. Për një me është me ushqetësu pse e kanë qëtë perceptim ndaj sektorit privat. Unë besoj që këta duhet me thirë odën amerikane, odën gjermane, ekonomike, mu konsultu, qëfar ligje na duhen, qëfar zhvillimi, se nuk ka trendi si në 2008, si në 2026. Ka ndryshimet, maja. Çka ka kriju kjo qeveri infrastrukturë për investitorët jashtëm? Kur na detyrohemi një vjet, 2 vjet, 3 vjet për me prit një diçka, e tash ai investitori gjerman nëse menon me investu 50 milion, 100 milion, a ka vakta i më të prit 2-3 vjet, 4 vjet për një procedurë ti me shetit na për zyre prej atje, se s'din mi dhon përgjigje. Këta dhe komunikimin mes vete, që përmene, institucioni lokal me qendrën mungon, po mungon edhe mrena ministrive. Edhe mrena ministrive, herë të Ministria Bujqësisë, po supozoj herë të Ministria Planifikimit e Komunikacionit, këta nuk kanë kriju një standard për një investitor të jashtëm, mi thoni ki kushtet të plotësune, hajde investo. Edhe ti kime pru projektin, na kemi mi të kry procedurat. Marr hala më keq. A ki parë në Kroaci, 50 miliard euro ka përfitu Kroacia investim. Prej asaj kompanisë për marketing digital, për teknologji informative. Po, vërtet. A din që janë 50 miliard. Ama aty është investu këgja shumë në qëtë kategori. Shteti atje ja ka nisë që 10 vjetë me përgadit kuadrat për këto zhvillimet e trendet e E neve kush na ka nalë me i bo këto? Ta se din heq atë shka është. Nuk dojnë as me ditë. Se këta veç me thirë në konsultim odën ekonomike të Kosovës, Zvicrës, Gjermanisë, me përcjall trendit Kroacisë, shko bre mësoje se s'është marrë. Shko mësoje, çka po bojnë ata që kanë mrrinjë këtu? Nisë edhe ti diçka të shohim. Na nuk jem kundra këtij vendi tolla. Na jem për mu zhvillu ky vend. Ki kompani sot që kanë pagat standardit të Evropës që ofrojnë shërbime për kompanije gjiganta të mëdha ndërkombëtar. Këtu e përmend të pjesa që është me ardhur investitor. Në fakt që kjo dukuria më shqetësuese është edhe që kjo ikja investimet ose investitorët tonë ose bizneset tona po shkojnë po investojnë në Shqipëri. Vit 2025 rreth 300 milion euro ju nxjerr kapital për këtij vendi dhe kanë gjetë tregjet të jashtme ose për referohemi na veç sa kanë investuar bizneset në Shqipëri. Këtë Shqipërinë që mytën ty e shoh që na ka shtin në konflikt Kosovën, ty u përplas ky me Edi Rama. Në 2020-2021 është bërë një udhëzim administrativ për BÇK-s ku sektori ndërtimit shihet me rrezik edhe kemi zero përkraje financiare për sektorin e ndërtimit. Për sektorin e ndërtimit, bankat e Kosovës lëshojnë kredi për Shqipëri. Domethënë një kosovar merr kredi në Kosovë me shku me blen në Shqipëri. Wow. Që ajo është e lejuar për Shqipëri e për në Kosovë nuk është e lejuar. Domethënë edhe kamatat prej vitit kaluam, domethënë që kem pas marrëveshje me bankë, nëse ka qenë 3,49, 4,49, kanë shku 6,99, 7, nëse blen banesë për 15 vjet, për 20 vjet. Domethënë shteti nuk ka bë kur gjë, tu e pas parasysh që inkasimet, hyrat më të mëdha, që 5 vitet e fundit janë për sektorin e ndërtimit.
Shumë vërtet. Qarkullimi më i madh që është bërë të bëhet për sektorin ndërtimit edhe kemi 0 për kraje, 0 lehtësime në procedura. Se di pse ndodh kjo punë, nuk e di a ka dikush mi tregu kryeministrit për këto sene që kanë të bë, apo veç Pushtetet e kaluara kur kanë opozitë këta i kritikojshin që edhe për sistemin bankar, për bankat komerciale. I thëshin këta janë haraqegji për shkak se këta janë lidhje pushtetit me këto që janë kamatat e larta në për bankat komerciale. Po ama vetë s'ka ndërmarrë kur gjon këtë drejtim. A ndryshohet që kjo gjendje? Ben, të kthehemi te ajo pjesa që tash kemi në fushat, është e mirë që to zgjedhje ka plot njerëz zgjedhjet e kaluara që po mundohen me dalë në sipërfaqe njerëz që janë të dëshmuar me punën e tyre me rezultatet e me sukseset, njerëz eksperta, s'po them ndoshta veç në PDK, po edhe në partitë të tjera opozitare. Pa kam a muj me po ndryshim, rezultat prej ndryshe prej asaj që e pa në dy palë zgjedhje tjera. Unë besoj që do të ketë ndryshim, edhe besoj që Partia Demokratike është më e përgatitur se çdo herë, dhe kemi një kandidat për kryeministër që është shumë i përgatitur, sidomos për zhvillim sektorit privat, zhvillim sektorit lokal, për kraje të bizneseve, lehtësira në procedura, dhe unë besoj që shumë lehtë është gjendja e ndryshueshme veç me pas vullnet. Nuk vyn shumë u goni meqëm këtë punë. Veç me pas vullnet, se ki njerëz në Kosovë që kanë ditë me ndërtu prej hiqit kompani, kanë ditë me ndërtu prej hiqit shtet, kur shumica këtyre njerëzve nuk ja ka marrë mendja që bohemi shtet, ata kanë ditë me bo dhe që to, edhe tash kem njerëz shumë të meqëm e shumë zot për me ditë me ndryshu çdo gjendje. Veç duhet me pas vullnet. E unë krejt që menoj që këtyre ju mungon vullneti, këta nuk janë të interesuar me u zhvillu veni. A ka kuptu qytetari ben qëto? Po të shoh që je shumë aktiv në për tubime, takime, të vogla të mëdha me njerëz. Apo ta kanë njerëz që ndoshta, okay, se çore na kthehemi nuk u kanë është gabim. Dhe ka pas erë një moment kur u kërku ndryshimi edhe njerëz për një me besuan që okay, den që të pikë kanë mujt me quajtë parti politike, po t'ja dhom shancën një se zoti Srant kështu çush na ka ekspozu edhe që shukon koncepti edhe njerëz të cilët e kanë kriju frymin e vetëvendosjes, fatkeqësia që sot nuk janë aty. Se vetëvendosja u rrit të na prezantu një imazh të djemve të qika u treja, që në kanë shkolluar për universitetet e prestigjioze ndërkombëtare, që kanë pas një energji, një vizion, një koncept jashtëzakonisht mirë, por që ata njerëz sot nuk i kanë asnjë vetëvendosje. Në fakt, ka herë bëj e gari, i kjo është sikur ka njerë kur i porosit në AliExpress. Dhe ki tjetër sen, porosit e tjetër sen të vjellë. Po së da u kuptu që kjo? Api një njerës të të thonë që pove, apo dhe në kombesu që... Me takimet që e kemë pas me njerës, një pjesë e madha është e bindë, kemi zhvillu biseda dhe takime edhe në zonën industriale me biznese në Suarek. Për një me janë të lodhen shumë, edhe janë të punu shumë për me ndryshu këtë gjendje, janë bindë. Është normale për në sisteme demokratike njeri me besu. Mi po tash nëse e merë me këshyr, që i përmen e ti lëvizjen vetëvendose, me ardhreni prej Dugagjin Goranit, Shmendametit, Visar Ymerit, e Dardan Sidiut, e me ardhreni Nagim Batirin, e do tjerë Donika Gërvalla, e do që kur hajnë kërkush s'ja u ka pa, për një me është qëtësu se kjo punë, pa desh me ofendu kërkan. Veç që ajo u konë arsyeja pse njerëz kanë besu, që do të ketë ndryshime, që i përmene si kuadra. Mirë, po kjo tash ka pëndodhë është krejt e kundër të asaj që ka kemë po. Unë kam shumë vrejtje për shumë procese. A din kryeministri sa ka folë për Trepçën? Sot i ki Trepçën gjendjen më të mjerueshme. Nëse e ki pa javën e kalume, sindikata e minatorëve, pej 2019 nuk i ka pagu trusti minatorëve. Nuk është investu kur gjan në mjetet e reja të punës. Kjo punë u desh më ditë para se me orën qeveri bëra, bëhet as bëhet. E njëjta çysh ndodhej me bashkimin kombëtar, kur erën qeveri tha jo s'pelejoj ke kushtetuta. Po kushtetuta u kon publike edhe më herët, ja u deshte me shku në zyret kryeministit me lexu kustetutën, me mësu për atë puna. Shkoj një hap ma tutje, do të thonë shndrej shtetar miqësor ose përplasje të mëdha me kryeministin. Te Keku, na flajmë me çmyre, pe paguajmë shtrajt rrymën sot, jetu e pa çfarë çmime të rrymës jem tu pagu, edhe nuk ka kur gjë. Tash, pse shkun blok që në renovim dyjat me neherë? A din kur folke bojleri, filteri, qka janë të punë? Leto është mi thonë dikujna prej rrugës s'po din me bu. Hajde ti bone.
1 miliard Këta kanë euro, lujt me shtresat më të ndjeshme të shoqënisë. E ki ministrin e financave që pardje jam taku me një djalë që menaxhon me persona të zhdukur me organizata që punon. I ki mbi 1600 persona ala të zhdukur, që 6 vjet asnjë person prej Serbisë nuk është gjetë me u kthy në Kosovë. A din çka kanë bërë këta? Ministri i financave në moment kur ka ardhur në pushtet, nëse një prind i ka pas 3 fëmijë të zhdukur, nuk ka drejt me marr për tret, për të parin 100%, për dytin 50%, për tretin 20%. Do me thonë ai nuk i ka dasht fëmijën e vet njësoj. Këta kanë shkel mbi gjakun e njerëzve të këtuj. Për ato e kanë hupturuar në krejt që thojnë Shqipëria. Vëlla, ky vend është pagu me gjak, me gjenerat mas gjenerate. Jo me ordreni dikujt atash me e lujt me këtë vend. Edhe nuk është marrë për mos me ditë, marrë është mos me desh më mësu. Është e lehtë më mësu me pas vullnet. Dil publikisht thuj nuk po boj ka trepça çështu. Hajde ta bëjmë një zgjidhje. Thirr konsulencë ndërkombëtare, thirr investitor ndërkombëtar. Pse ajo është më mirë më u zhvillu se me met çashtu. Domthon ki minator për ditë që e lën punën për shkak të kushteve të rënda. Del me fol për xhandarmëri me kriju, për okej, nashta është mirë me kriju atë xhandarmëri. Pa ditë kur unë kom reagu për këto, privat më kanë shkruar policë njësi speciale, pyet në Xhelal Sfeçën pse i ki mbyll WC-t. Domthon në kampin e Enver Zymberi i kanë mbyll WC-t, mos me bë video, mos me bë fotografi për shkak gjendjes të mjerueshme që është. Këta shkojnë bojnë tendera një borimor, deshtën edhe pasulin, ushqimin e FSK-s me bë tender një borimor, nuk shkojnë me bë tender një borimor për nevoja kur janë emergjente. Ki pas raste që insulin 3 muaj, 4 muaj nuk ka pas, për barna esenciale. Është fol për reformën shëndetësi, sot e ki 2 vjet ranin me prit për një stent ose koronografi. E ki 2 vjet ranin për një protezë gjurit me desht me ngjit. Asnjë investim. I kanë porosit, ju kanë orë gabimi, i kanë kthy prapë OSHP-ja që si procedura. 6 vjet, nuk janë 6 ditë, as 6 javë, 6 vjet janë. A kur të këshirë shknena lufta madhe, përmene pare atë deklaratën e Koran Muratit, ose atë vendimin që e ka vonë, i ka qujt mercenar, njerëz që kanë luftu për lirinë e këtij vendi. Sot e shohim na rastet e fundit çka banën me Skënderaj. Të nxit çasi përçarje sa e bënën krahasimin me Veriun edhe me Radojqiqin. Sami Lështakut, një prej njerëzve që u shkon prej pushkëve të para, që ja ka kthy armikut u kanë në dorën e tina, e quajnë Sami Serbia. Unë besoj që na, si Parti Demokratike, duhet me konë më të kujdesshëm mos me ranë provokime. E di që është shumë e vështirë, është shumë e ranë me i duru ato, po që shpeshini kryeministrin edhe vetëvendosjen ka met pa kauz. Edhe është tu kqyr me kriju një kauz. Së është me kriju kauz, ti kjo është dasht me kriju kauz për pushtet. Domthon Del Agim Batiri thot siguria më e madhe në Veri se në Skënderaj. Unë në 2007 kom punu në Skënderaj. 2006-2007. Kam kolegë, kam shok, shkojmë, çka ka në Skënderaj valla. Çka është kjo punë ndaj Skënderaj, ndaj njerëzve të luftës, ndaj Drenicës, ndaj kushdo që u koni luftës, mu përqesh, mu përbuz. Për çka kjo? Tash ti dush ma mush menën që Agim Batiri koka ma patriot se Daut Haradinaj, se Sami Lështaku e shumë njerëz tjera. Sera Mosh Haradinaj, famende. Domethënë këta shkuën çaq fell edhe Rifat Jasharin, pse ka shku ndarsëm të Luanit, që Luani është emblema e ushtrisë lirimtare të Kosovës, me shajt, me akuzat matrona. Qysh tash, Luani, Serbijës, e Dauti, Rifati, e këta tjerë të kokën të mira. Këta e kanë eskalu, e kanë hub çdo normë normale të një shoqënisë demokratike. Ben, sa i dhem një ushtarit tu që ke pjesë, se ti ke dhënë kontribut në këtë aspekt, edhe qysh e shesh ta, për shembull kur paramendoj familja Masadem Jashari, do me thonë është, si me thonë, simbol i rezistencës për shlirimin e këtij vendi është familja Jashari. Me qujt, paramendoj tash e fundit kur Donika Gërvalla e mbështet atë deputetin me atë deklaratën skandaloze, që urën me u dënu Hashim Thaçi sa këtë djali që u dënu me burg të përjetshëm. Po kjo nuk ka mendim veç i Donikës, kjo është i komplet vetëvendosjes. Këta qëto kanë kauz, qëto kanë qëllim. Ndhimën veteran, ndhimën njerëz të plagosur, invalid, takoj për ditë, rri me ta shumë, është pëtar keq, çfarë shqetësime ata kanë.
edhe ti i bën më u pendu për kontributin që kanë dhënë. Paramendoj. Dhe më thonë ai si i ri, në atë kohë 20 vjeçar, 22 vjeçar, e ka kalu kufirin mbi 20 herë të bajt armatim. Edhe ti e shet ashtu e akuzu atjetin, veç pse se ka bindjen politike të Albin Kurtit, ajo është me Serbi. Çfarë motivi ai me pas me jetu në këtë vend? Domthon e bëjsh më u pendu para 27 vjetë a kesh budall që e bona këtë veprim. Po fatmirësisht ky vend ka pas gjithë njerëz zot, gjithë njerëz patriota, edhe unë besoj që kanë me bën ndryshimin të lartë njerëzore që mundet me dhënë një njeri për shirimin e popullit. Po ushtarët e ushtrisë ligjore asnjëve nuk e ka ditë a kanë me pështu. Shumë e vërtetë. Ata kur e kanë marrë pushkën, na e dim, unë i kom pas 16 vjetë në atë kohë, kom pas më thjeshin me qeli stikame, rova që i thëshëm në atë kohë, i kom pa edhe çfarë armë kanë pas, edhe me çfarë sakrifice i kanë prunë ato. Po ky vend gjithë ka pas që si njerëz vullnetit mirë që e kanë qitë edhe jetën e vetë përpara. Sot patriotizëm është me punu me zhvillu vendin. Koha patriotizmit u kryt në 99-ën, edhe Kapaku ju ka qitë 2008-ën, kur është shpall pavarësia. Tash kretë jonë propaganda, jonë palidhe sa në çka folësh. Tash duhesh mu zhvillu. Që zhvillomi me sektor privat, me kapitalizëm që kem. Partia Komuniste e Shqipëri ka nejtë 45 vjetë pushtet të e shajt Ahmet Zogun edhe ballistat. Na edhe e dim tani qysh dol Shqipëria vitet 90-ta. Edhe këta 60 i bonën prapë e shajnë opozitën. Çka më të bëjë opozita mo? Hashim tha që i Kadri Veseli i kanë pas 26 vjetë kur i kanë marrë pusht, 30 vjetë kur i ka udhëheq Rambujen, për cilën ky zotnia u kon kundra. U kon kundra dhe kundra pavarësisë të Kosovës. A ki ditë me bo ma mirë që bone, kush po t'nal? Po na s'po shohim që po din diçka ma mirë me bo. Na fal Shteteve të Bashkuara të Amerikës jem qëtu, edhe shohim ndikimin e Shteteve të Bashkuara, e del Dimal Basha thot çka ka rëndësi shtëpia e bardh. Çish be çka ka rëndësi? Kush jem na? Me thon çka ka rëndësi. Na i kem bord gjeneratave të kalume, që kanë ditë këtë popull me orientu ka Bashkimi Evropian, ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtabi i përgjithshëm i UÇK-s kur është drejtu krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe kem që të leri që e kem. Për ndryshe, me koncept këtynve, na ishim konë si Vojvodina. Bene, këshëm që ma gjatë këshëm diskutu, do të i përcjellëm në fushat, të rejë suksese, me dëshirë më të madhe të kisha parë në kuvend me tënë qëtë energji, qëtë vullnet të madhe me kontribu këti venin, që ata që e qujtë edhe jo, sot ma patriotizëm është me zhvillu qëtë ven, me nalë qëta njerëz që përna ikin për çdo ditë prej Kosove, e me rritë mirëqenien e qytetarëve, ndërsa sa me u marrë me këto kapallat e propagandës çdo ditë që beshoh me. Dhe unë falenderoj shumë edhe i boj thirrje njerëzve me votu me qetësi, me votu për ndryshim, me ndalë qëtë krizë që e kem, edhe slogani i Partisë Demokratike ke stop krizës, ta zhvillojmë Kosovën. Jemi në momentin kritik të zhvillimit të shtetit. Edhe me demokraci vendet e ndryshme kanë përfunduar në diktaturë. Shumë vërtet. Kështu që unë uroj mos më na ndodh ajo, edhe besoj shumë te njerëz e këtij vendit që me vot kanë me bë ndryshimin. Unë i ftoj me votu Partinë Demokratike, kandidatin tonë që e kem prej më të mirëve Bedri Hamzën, edhe kemi më konë të bindën që mrena 6 muaj e kena mi pa ndryshimet e para në zhvillim të vendit. Faleminderit shumë. Ben, suksese. Faleminderit. Faleminderit. Kat.